Ndërsa Kosova përkujtoi 18 vjetorin e shpalljes së pavarësisë, antari i Shoqatës Patriotike Çamëria Osman Dauti deklaroi se krimi i shtetit të dytë shqiptar ka forcuar pozitën e faktorit shqiptar në rajon. Ai theksoi se tashmë ekzistojnë kushtet që çështja Çame të kërkohet në mënyrë demokratike nga Greqia, duke përfshirë kërkesën për heqjen e ligjit të luftës me Shqipërinë dhe adresimin e padrejtësive historike. Dauti bëri thirrje shtetit shqiptar të angazhohet më fuqishëm në bashkëpunim me partnerët të ndërkombëtar për zgjidhjen e kësaj çështje. E ndjej për detyrë që shpallja e pavarësisë Kosovës, shteti i dytë shqiptar, dy shtete, një kombë, dy shtete. Tani më shumë se kur janë krijuar kushtet që faktori shqiptar të kërkojë dhe të drejtat e Çamërisë në rrugë demokratike nga shteti grek, duke kërkuar falje për gjenocidin dhe të heqë ligjin e luftës me Shqipërinë, i cili mbahet vetëm për të ushtruar presion për harrimin e çështjes Çame. Në emër të patriotëve të mi, i drejtohem shtetit shqiptar të bashkëpunojë me organizma ndërkombëtare vendimmarrëse si Shtetet Bashkuara të Amerikës, NATO, Bashkimi Evropian, OKB-ja për të zgjidhjen e çështjes. Vetëm në Elbasan një dekadë më parë regjistroheshin 12 deri në 13.000 shtetas Çam, por aktualisht ky numër është rrudhur për shkak të fenomenit të emigrimit masiv.